Sipas gazetës finlandeze Iltalehti, futbollisti që sulmoi arbitrin Salim Gandaga gjatë një ndeshjeje futbolli është dënuar me 5 ullim deri më 31 dhjetor 2028, duke mbetur jashtë të gjitha garave të organizuara nga Federata Finlandeze e Futbollit. Ngjarja ndodhi pasi lojtari e goditi arbitrin Salim Gandaga në fytyrë dhe më pas e shkelmoi në kokë, duke bërë që ndeshja të ndërpritej në minutën e 75. Për Iltalehti, drejtuesi shqiptar i FC Eagles, Armir Mehmeti, konfirmoi se lojtari u përjashtua menjëherë nga klubi. Nuk kaloi asnjë orë nga ngjarja që i tham se nuk ishte më pjesë e ekipit. Kemi punuar me vite për ta ndërtuar këtë klub dhe pastaj vjen një person e bën këtë veprim që nuk duhet të ndodh as në fushë e as jashtë saj, deklaroi Mehmeti. Policia finlandeze po e heton rastin si sulm të rënd, ndërsa arbitri Salim Gandaga u dërgua në spital për kontroll, por fatmirësisht nuk pësoi lëndime serioze. Ndërkohë, klubi u gjobet me 300 euro, ndërsa ndeshja u regjistrua me rezultat 3-0 në favor të skuadrës së kundërshtarëve.